U rikëfyëm në 360 gradë, jemi pra në pjesën e dytë dhe na është bashkuar në panel Zoti Arben Pollumi, më mbrëma Zoti Pollumi. Mirë se erdhët për herë të parë në emisionin tonë. Jeni do të cilësinë e di që je kandidat për deputet Zoti Prençi. Po. Keni përballë një kandidat për deputet Partisë Socialiste. Se Prençi me çfarë? Unë po flas kandidat me Euroatlantikët. Me Lulin. Sigurt e paskeni. Okej. Po sigurt ta kem vërtet sigurt? Dakor. Unë si kërkoj votat në emër të tjerëve, i kërkoj në emrin tim. Ja, në emrin tat. Politika duhet të civilizohet për të votuar njeriu, jo për të votuar parti. Jam plotësisht dakord me te, po si është bë kodi zgjedhor dhe si është ti e urdhëron? E kemi zgjidhur. Unë do të jem deputet. Okej. Tani në fakt, do të tregoj një detaj. Ka dy gjëra që lidhen me zotin Devania. E para, Devania është duke bërë gati një podcast vetin dhe gjitha emisionet i përdorë edhe si, po themi si palestra për të drejtuar vetë podcastin e vetë. Dhe tani vjen dhe bën pyetje, bën gjëra, kupton, sepse është në rolin e podcastit. Për mos e keq kuptoni, drejtori nga unë se emisionin e drejtoj unë. Dhe po edhe përgjigje ai të kthen dhe ka dhe replika. Jo, replika do të bëjmë pra, po të bëjmë parashtrimi, se replika, kështu, nuk e ke fajt tje, ka fajt ai. Ai po të shpjegoj që po bën palestre, ai po bën palestre. Dhe dyta, vjen me një temperaturë shumë të lartë, sepse ka bërë dhe një konflikt me, për pak në la pa kryetarin e Partisë Konservatore. Në le për pak, në le pa kryetarin e Partisë Konservatore. Po ka plot parti në koalicion, ja i ku njëri, ka të tjerë. Po jo, pse, Zoti Rama për shembull ka shumë qef mustaqet e atij. E ka thënë, to tjerët janë, po mustaqet e gjuzit, unë i vej mbi gjitha. Nëse, të themi, flasim për gjëra më serioze. Zoti Pollumi, sot është 31 vjetori i masakrës Peshkëpis dhe ne i kushtuam minutazh të gjatë dhe njëkohësisht shohim që situata ndërkombëtare, po dhe e madhja, pa kjo makroja, po dhe kjo rajonale ballkaninke, ka gdhëndur, po themi, episodi Gjaku, Dhune, masakra, si që është masakra në Kosovë, si që ka që lufta e Kosovës, si që është rikthimi i frikës që në qoftë Amerikanët largohen nga Ballkani, qa bëhet me ne shqiptarët, për ne shqiptarët do jemi do të në gjendje përçarja e botës politike të brendshme shqiptare, ne urrejemi kaq shumë politikisht me njëri tjetrin, saqë në momentin kur a dheu do thras apo a dheu thret, nuk e dim, a do bëhemi bashkë, do bëhemi bashkë, nuk e di. Du të them që ka nevojë do doja nga ju për të qenë më sintetik, një lloj refleksioni në lidhje me to mësimet të historisë tonë të afërt. Dhe si reflektohen këto në kandidimin tuaj? Në ratë parë, falenderoj për ftesën edhe me qenë se është era e parë që unë ndodhem në emisionin tuaj, më lejo që t'ju bëj një kompliment, sepse në përgjithësi kam mjaft politikan, ku bëj pjesë edhe unë, që nuk merrem në mënyrë të drejtë për drejtë me politikën e jashtme, dhe sigurisht që temat të tilla të cilat i përkasin geopolitikës globale, ndihmojnë në perceptimin dhe në kuptimin më të mirë të situatave, që ju përgëzoj për një numër dhe një cikël të gjatë emisionit, kam ndjekur shumicën prej tyre dhe sot u përpoqja të ndjek pjesën më të madhe të emisionit duke ardhur për. Përsa i përket situatës së Peshkëpis, sigurisht ajo është një ngjarje e rëndë dhe shpresoj që të ngelet në analet e historisë thjesht si një ngjarje që nuk do të ketë më përsëritje. Për vetë faktin sepse rruga tashmë e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian kërkon që në mënyrë të padiskutuar ne të jemi për një fqinjësi të mirë me gjithë partnerët, po edhe politika që ne kemi mbajtur vazhdimisht në Ballkan si faktor stabiliteti, i përshtatet shumë mirë këtij mentaliteti. Përsa i përket faktit pastaj, nëse në Ballkan do të kemi situata të tjera apo largim të mundshëm të trupave amerikane që këtë akoma nuk e di njeri. Jo, këtë nuk e di asnjë pas. Po ne dim një gjë, të paktën ne shqiptarët dim një gjë shumë mirë që rruga jonë është rruga drejt bashkimit me familjen europiane. Dhe
besoj që fati jonë do Unë t'jetë shpresoj tashmë i lidhur, do që t'jetë kur neve tashmë i t'jemi lidhur gati me ke atë portat e Europës, Europa t'jetë akoma që, Bashkimi Evropian t'jetë akoma një atë? Po, dëgjova një deklarat para disa ditësh që Europa është një bashkim për 600 milion qytetarësh. Kështu që nuk është një entitet i vogël i cili mund mos merret parasysh, për më tepër që ndikon dhe në 22% të prodhimit botror. Pra nuk është një entitet që mund ta nëpërkëmbin apo mund mos e kalojnë. Për sa i përket pjesës ushtarake, pastaj sigurisht këto gjëra janë duke u ri parë edhe nga vetë Europa për mënyrën se si duhet të mbrohet. Ne jemi pjesë e NATO-s, ai do të jetë fati i kësaj strukture, do të jetë edhe fati jonë për sa i përket mbrojtjes edhe politikës jashtme. Okej. Çështja është, dhe këtu tani jam gjithë paneli me pjesë të këtë diskutim, çështja është që, po themi, tek ngjarja e Peshkëpisë, ne analizuam në minutazhin që nuk ishte i pranishëm, që drejtësia ka patur faktet, madje faktet të reja dalin, mbjetojnë të vënë faktet, një pjesë e dosjes është shkatruar, është zhdukur, të thash, por vullneti politik për ta çuar të përpara drejtësisë, së vërtet, drejtësisë së drejtë, që t'japi dhe Shqipëria dhe shqiptarëve një lloj dinjiteti, ose duhem një vend që vriten ata djem aty, kanë kaluar 31 vit, vriten ata, barroset, i themi kanë herojt të Shqipërisë, të kombit e tjetër, por kur nuk ka drejtësi, nuk ka as qetësi. Tani, vullneti politik për që si e gjykon, se jemi politik tani, ne po shohim që drejtësia ka forcë të matet me politikën apo politika e menaxhon drejtësinë, e ka vegrën e vet. Zoti Zhej, sa herë ka pat vullnet politik, drejtësia e ka thënë fjalën e vet, mu dy ngjarjet e ndodhura në harkun kohor të 30 viteve, ngjarja në postën e Peshkëpisë në vitin 1994 dhe ngjarja e ndodhur në Banjsk të Kosovës në vitin 2004 janë si dy pika ujë. 2024. 2024. E se dhe 2004. Ska 2024, lapsus. Jo, s'ka. Ndërkohë që thash 30 vite, në harkun kohor 30 vite. Qarë. Po thuaj se ditë më ditë ka ndodhur. Shqipëria ishte në përpjekjet e para të rrugës dhe të ndryshimit të sistemeve në 94, kur shovinistët grek e shfrytzuan këto moment duke bërë terror në një post ushtarake. Ndërkohë që grupet strukturuara terrori të Serbisë në vitin 2024 vranë policin Bonjaku në Banjsk të Kosovës. Pra, tregon hapur se shërbimet sekrete, grupet terroriste të Mavit apo ato serbën veri, e kanë synuar gjithmonë Shqipërinë për t'ja mbajtur, për t'ja marrë copat. Politika shqiptare asnjëherë nuk është pajtuar dhe nuk është unifikuar, madje nuk ka mbështetur dhe organet e drejtësisë për t'i shkuar deri në fund. Kjo që thoni jo është shumë e drejtë, por shumë teorike. Tani, partia ku ti je pjesë dhe kandidon për deputet në Tiranë. Si e zbaton këtë? Tani ju nga teorike nuk e kërkoni teknike, po e kërkoni politike. Po e kandidat për deputet? Okej, të kthej përgjigje. Po flas me një politikan tani, po flas me një Partia Koalicioni drejtor të parë të policisë, një drejtor të parë të policisë. Partia Koalicioni Euroatlantik dhe lideri i saj ka kërkuar vetingun e politikës, ka mbështetur SPAK-un pa ekuivoke në mënyrë të vazhdueshme dhe ka propozuar disa ligje në Parlamentin Shqiptar pikërisht për drejtësinë, për rendin dhe sigurinë. Po. Në mënyrë kategorike, partia që unë bëj pjesë dhe kandidoj është një alternativë re që jep shpresë për te 2 vjetrave që kanë qenë pjesë e botës së krimit. Kush janë këto 2 vjetrat? PS-ja dhe PD-ja. Pra ata që s'kanë me marrë. A ishit ky kontingent i partisë Euroatlantike, a ishit pjesë e PD-s dhe i shërbyt ati... Atë përgjigjem. Atë përgjigjem. Po. Zotë Demaliaj, pyetja më është drejtuar mu. Dhe unë jam ai drejtor policie që kam denoncuar në vitin 2012 publikisht dhe me dokumenta korrupsionin e zyrtarëve të lartë të qeverisjes Partisë Demokratike në... Ku bënte pjesë dhe Lulbasha?
në Bulqiz. Ku bënte pjesë dhe Lulbasha. Ai që të liberalizoj vizat dhe të futin në NATO. Po tash në Ai. Ai keqi. Po i mjaft. Kurse vizat dhe NATO ka qenë proces mërzotërisë. Edhe BE-ja është proces. Edhe BE-ja është proces. Po pse merrni ju ishim në 2013 3 hapa lart kemi shkuar 7 hapa mbrapa. Erdhi Berisha edhe u futëm NATO. Ajo e NATO ka filluar shumë vjet përpara procesit se stabilite Berisha në nuk mund të jetë proces kur pasaporta e BE-s tundet nga një kryeministër që ka një qeveri në burg. Po prit se për ta shumë fort. Bërë mu tani ato të ndrysh. Po mirë më thonë. Mund ta pranoj këtë ishte proces. Po ti mos e pranoj NATO. O zotri, futën si shkak i interesave geopolitike, se shqiptarët, ushtarët shqiptarë ishin atete, dhe një javë përpara NATO-s të nodhi Gërdeci zotri. Të nodhi Gërdeci ku Lulbasha ishte ministri i asaj qeverie. Po futen burg. Ai ishte ministri i brendshme. Ore futen burg. Po pra tash po. Jo mos i bëni njerëz budallë. Po jo pra, as ti mos i bëj budallë. Po jo mos po bëjmë për te faktet. Ke një qeveri në burg. Një qeveri në burg. Ku sote? Po. Shumë mirë. Një qeveri në burg. Kjo tregon që ja kjo qeveria sot. Çfarë tregon kjo? Kjo qeveria sot nuk e ndalon drejtësi. Ka edhe një qeveri tjetër. Kandidat për në burg. Jo. Jo vetëm si bie me grusht. Kjo qeveria sot me grusht tavolinës. Nuk e ndalon drejtësi. Kryeministri i Shqipërisë është i kapur live duke i ra tavolinës me grusht, duke i ra ballit me grusht. Tani do i bjerë murit me kokë. Sepse gjithë shokët i kanë burg në 313. S'ke mërzitesh. Unë mërzitem. Po dukesh i mërzitur. Unë i mërzitur. Unë baj llogari për vetes. Unë i mërzitur. Po jo më jam fare i mërzitur. Sepse të mërzitem unë. Ta akuz që dha zoti Prenci, mendoj që politikisht mund të përgjigjet në punë. 313 e kuptova, po dhe ju jeni ke 77. Jo, ne jemi ke 77, po ju ke 313. 77 është pjesa komike e juaja. Po pra, është pjesa komike, po 313 është realiteti ku jeni ju. Që e kemi bërë ne. Po kush e ka bërë? Partia Socialiste. Ti e ke bërë. Të vijet turp që e thu këta. E keni bërë me dhunë. Jeni futur rresht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nga ambasada. Por jeni bërë pishman. Fjalën do të vijë të lutem të rriqem mbrapsht se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, zotri. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë donim drejtësi evropiane, po kemi bërë drejtësi ruse. Kush e ka përmend fjalën drejtësi ruse? Do vazhdoj ta bëj të gjithë mbështetime për këtë sistem drejtësie. E ke mbesën kandidate të burgu. Zoti Plumi, se për mbesën tande kam ikur unë se do të të fillosi ato fondet që do të të vjedh ajo, edhe pronat e ushtrisë që do të të vajab oligarkëve. Mos bëj fjalë me muti, unë jam dishpitar i poshtërsive, ndaj ja kam plas të majtës dhe të djatës. Ja kam plasur, jo, unë jo. Me rëfutën burg, mos ja ta usalartu. Va kam plasur, ja kam plasur partis tande dhe partis time. Prandaj se jam me integritet, jam ndarë në një alternativ 3. Bën mirë po Luli ministri mbrëmshëm me një sinjal. A ke për drejtësi 3, Futenburg. Një sekund. Se s'ka prova. Drejtësia re, tash ka një ndryshim këtu. Me që e përmene, ndryshimi është që kjo partia e ish kryetarit Lulit dhe kryetar Luli më pas, kjo e ka qujt drejtësinë e re, SPAK-un e ka qujt organizat kriminale. Këto kanë vëretje dhe kanë drejtë këtë vëretje. Asnjëherë nuk është aktivuar nga Lulsi Basha dhe nga ne. Mund të jap pak fjalën shumë. I kam dalë para dhe Saliut kundra. Një fakt është Luli. Kinkoka e shtetit këtyre u vot ke rruga kombit. U boj se një janari nuk u dënojt e njëri. Futimburg. Kone këtyne të regoj që këto se kanë drejtësi dhe po funksionot drejtësia dhe mu më duke se segmentet të drejtësis po veprojnë në mënyrë politike se fakti që i godasin dhe japin informacionin ke gazetat e opozitës dhe godasin vetëm majtas dhe mirë ja bëjnë se kush këtë bëhë korupcion dhe këto kanë bëhë korupcion, mirë ja bëjnë, por të regoj që kjo parti që është në pushtet nuk ka fuqi kërëshin drejtësis. Se po kishe fuqi do t'i mbrojte lojtarët e vjetë, vetë si që ka mbrojt Berisha. Se t'ja kohë zotin Pullumbi tani. Një sekundë se mori gjithë ato goditje, gjithë ato sulme, dhe vje keqë në studën time ndodhin të gjë, se të lutem bi brez, zotin Prenci, jo në brez, jo kështu jo asë tonë, mbajnë politikisht. Mija të, gjeni vetë bura
Okej, ja pak e pikën pëllumit. Po dolen front, pushkat kap edhe Në rregull, në rregull. Sigurisht që kulturë pushke keni, se nuk keni kulturë lapsi, e unë e kuptoj këtë gjë. Më godita në brez do të vodas akoma më poshtë brezit. Erdha në fakti pa përgatitur se do t'i kisha lexuar disa gjëra edhe për ju. Ti ke kulturë hajdutësh. Unë e pas kem pushke. Kulturë hajdutëve mbaje për vete. Ti ke kulturë hajdutësh. Se nuk më afrohesh dot as ke maje gishtit për kulturë ti mua. More vesh apo jo? Nuk më afrohesh as ke maje gishtit familjarisht. As ke maje gishtit për përmend familjen mua. More vesh të ditor të di. Nëse ti kërkon. Të ditor nëse do ishim politikë me këtë mendsi bën më mirë. Marrësh rrugën mos rish parë këtu. Ti je hajdut e unë mbaj përgjegjësinë. Do hysh në politikë. Do të votojnë ty për këtë mendsi që ke. Sa më mirë ke Berisha, kjo juhet një Tamam, Berisha familje, s'keni lon krevat pa hy, s'keni lon përdere pa hy, nuk ju të kërkun vetëm Majemen. Partia jote, ajo partia Ratantikën, qoftë se merë 2 deputet, Majemen. Do jetë sukses i madh. Do japin lajmet ndërkombëtare. E kupton që ti do të marrësh politikën sanduiç? Unë ta marr sanduiçe. Bipolare, Ngreu Saliu, Rama, Ngreu Rama, Ulu Saliu. S'kam qenë si pranon alternativat e reja ti? Jo si pranoj, nuk jeni të besueshëm se keni dalë ka alternativa vjetër. Ju alternative re? Po keni dalë nga alternativa vjetër, ma. Nga alternativa vjetër. Këtë drejt. Nga shkolla e Saliut të drejt. Preci, mund me ndosim një rregull që ta alternojmë njëri tjetrin? Të dëgjojmë njëri tjetrin se bivendosja... Kush ndërhyri kur foli? Lizoti Pllumi unë s'fola. Ti nuk foli. Në momentin që mora të flason ndërhyri dhe Malia dhe Lizoti Pllumi. Të vendosin rregullin ata ti përgjigjon. Ja, po e vendosim rregullin. Ta mbaroj atë që filloi të thoshte Pllumi dhe pastaj me radhë, se s'ka folur as vajzat. Atëherë, edhe një herë rikonceptohem, vjen keq që me këto po tani jemi në fushat, nuk e di unë. Një lloj fushate kështu të. Një lloj fushate. Po nesër fillon, se nesër doktori e fillon fushatën nesër sepse përputhet me ditëlindjen e Shokut Enver. E ka zgjedhur edhe ditën se është akoma. E ka zgjedhur, tamam. Lufta kundër komunizmit mas 30 vjetësh. Nuk e di se si e justifikon, por nga komunisti. Tani, rikthehemi aty ku se nuk më pëlqen debati për te një limiti. Përsa i përket raportit me drejtësinë, pa ka një vullnet politik që disa krimet në dha, po themi, qoftë insianar, qoftë krime peshkëpis, qoftë krime tjera të cilat të rëndojnë në kujtesën e shqiptarve, si pa aftësi politike, sepse politika i ka prer rrugën, ose s'ka stimuluar në mënyrën e duhur drejtësinë, që të vendosit drejtësi. Pra, për shembull tani rasti i Spagut, shqiven opinione, filevend që për ky Spaku po godet vetëm majtas, nuk po godet më djathtas. Do thonë Spaku, se po ju tani ke tema tjetër, Spaku po bëhet gati si parti politike. Për te në një deklarate që mund të bëhet, ajo çka është realisht për të diskutuar është vullneti politik në raport me drejtësinë. Pra jo vullneti politik për t'ju imponuar drejtësisë. Dhe sigurisht vullneti politik i kësaj magjorance është treguar në fillimin e ndërtimit dhe konsolidimit të gjithë institucioneve të kësaj drejtësie dhe mbështetjes që i është dhënë asaj. Pa parë nëse kjo godet këtej apo ajo godet andej. Sigurisht ne jemi duke shkuar në mandatin e 4, sot kemi institucione të sistemit të ri të drejtësisë siç është Spaku apo të dyja gjykatat, edhe gjykata speciale dhe gjykata e apelit, që kanë një lloj konsolidimi, kanë një lloj rezultati në daljen nga llogoria e frikës, duke goditur edhe në nivele shumë të larta të politikës, dhe në këto momente kur kanë arritur një lloj konsolidimi në punën e tyre, sigurisht që duhet të rishikohet nëse ka diçka për të rregulluar, sepse është e pamundur që një institucion, një individ, një politikan apo qoftë edhe një përfaqësues i sistemit të ri të drejtësisë të mos bëj gabime në punën e vet. Kjo nuk ka të bëjë me qëndrimin politik të kësaj magjorance në raport me sistemin e drejtësisë apo me këto organe të reja të sistemit të drejtësisë. Mbështetja jonë do të vazhdojë edhe në mandatin tjetër ndaj këtij sistemi, sepse ne mendojmë, gjykojmë dhe besojmë që është foshtja që e kemi lindur ne. Pra pa vullnetin politik të kësaj magjorance, cili do që të kishte qenë imponimi të huajve, sepse aty ishin të huajt edhe përpara, po mos kishte qenë vullneti kësaj magjorance, gjithmonë do të ishin gjetur artifica, shkopi, gjëra që ajo të mos bëheshe. Pra ne nuk e diskutojmë fare që ne do të vazhdojmë ta mbështesim në sistem drejtësie, dhe për më tepër që kur flasim për
përfundimin e shpejtë të negociatave në fund të 2027-ës, një nga kapitullet më të rëndësishëm është kapitulli themelorët, i cili është edhe shqelur dhe për cilin neve po marrim edhe lavdërime për këtë punë. Para pak ditësh, isha në studio të tuare zotin Lulzim Basha. Dhe, pavarësisht këtyre diseve që bënin në distancë me Ramën, Rama i thoshte, ky i thoshte 77, 830, ishin shumë simpatike, ishte një formë, po themi, përpërit politike pa parë në herë, kështu me. Por, përse përket qëndrimit ndaj SPAK-ut, unë shoh një lloj afërsie. Pra, unë jeni dy subjekte politike, dhe kjo Shqipëria bëhet, ka përshtypjen është gjithashtu, që mbajnë një qëndrim të afërt ndaj SPAK-ut. Madje çojnë në dosje. Si? Madje bëhen edhe protagonist, sepse çojnë dosje për hetim. Pra, bëjmë një analizë, kush janë forcat politike që premtojnë që du ta shkatrojnë SPAK-un kur të vinë pushtet ose që dhe kush janë forcat politike që e mbajnë SPAK-un si një mbështetje. SPAK-u u krijua me qëllim luftën kundër korrupsionit në nivelet larta. Po. Ka marrë vëmendjen e madhe kohët e fundit për shkak të investigimeve dhe investimit që ka bërë në hetime të figurave shumë të larta të politikës së djathtë dhe të majtë. Në disa raste janë ngritur dhe dyshime dhe spekulime që SPAK-u mund të marrë dhe një rol aktiv në politikë. Po. Por, ndikimi në drejtësi nga ana e politikës është parë në retorikën e kohëve të fundit pikërisht kur u prek kjo korja e paprekshme, ku u prekën këta njerëz të paprekshëm. Si do hynë në politikë ta? Ore, këta mund të ndërhyjnë edhe me... Për shumë, Arti Domani të bëhet kandidat për deputet, pas sa kohësh i mbaron mandati, bën një parti. Si mund të ndërhyjnë në SPAK? Duke denigruar SPAK-un. Si ndërhyjnë në politikë, jo në SPAK. Politika në SPAK apo SPAK-u në politikë? SPAK-u në politikë, pa ti se ti the. Po SPAK-u do hyjnë në politikë se për atë u ngrit. Në kuptimin e politikë, Jo, në kuptimin e hetimit, më zhej. Po pra, po tani, po bërë politikë SPAK-u në këtë fushat apo jo? Në fitore. Pyetja që ngreu unë është, ore, sa do ndikoj ky SPAK-u në mandatin e 4 të Partisë Socialiste, apo në ribashkimin dhe coptimin e Partisë Demokratike do ta ndihmoj që të kemi një fitore ose të ndryshim të revolucion të kave politike në Shqipëri? Unë nuk besoj që SPAK-u e ka këtë dorë. Unë mendova ndryshe, kur të the politikë, se po thuaj gjithmonë më tepër flas për një moment, siç ka ndodhur po themi në Itali, te Manipulite. Pra ne se këto prokurorët, si drejtësi vënës, si se njerëzit e giotinave, si drejtësia jakobine, që më në fund shqiptarë kanë dëshirë ta kenë, vendosin që, ore, që këtu, ky kostumi i prokurorit, të ligjet janë shumë të ngushta, ne mund të fudhejmë politikë dhe ka precedent për këtë që. Dhe ndoshta po përgatitet tereni që të kenë një pikësënim politik. Apo, Enila, si të duket ty? Ambicia dhe kërshëria e kujdo për të marrë atë pushtetin politik, mendoj që është legjitime edhe për prokurorët e SPAK-ut në një moment caktuar. Por jo tani. Janë akoma... Unë në një moment dytësor, tek do t'i mbaroj mandati... Po tani a i përdor artillerit, a i godet majtas dhe djathtas rënd, dhe në atë shkretir që kreohet, hop, dhe një force e thot... Tek do t'i mbaroj mandati, sepse prandaj janë dhe afatet e mandatit që mbaron, se jo, të kesh një aspirat për të vazhduar në një karrierë tjetër që ke dhe një mbështetje të madhe popullore. Askush nuk e ndalon dhe mund të jetë dhe një ambicje e provuar, koha e ka treguar. Ne morëm Di Pietro, po s'është i vetmi, Di Pietro është ai që hapi historinë, meqense ka një analogji për sa i përket luftës korruptive të bërë në vitet 90 në Itali dhe në Shqipëri, që aty dolën dhe partitë e reja. Mos harrojmë që lufta e Manipulitet Italisë është shumë e ngjashme me Shqipërinë sot, 30 vjet pas, lindi e reja, soli Berlusconin, Demokracia Kristiane, Berlusconi aty erdi, tjetër punë se si shkoi historia. Për para Berlusconit, se nuk po qënë si ka, a e goditën, a ishte i fuqishëm, e goditën, e qua në exil, diqa tjetë, kjo është histori tjetër. Por, në kuptimin analogjik, në kuptimin analogjik, nëse do ta merrnim sot, probabiliteti që ky SPAK-u, i cili ka një fuqi absolute, mund të konsiderojmë sot të merrin e të majtës djathës të kujdo shqiptari, mund të thosha unë, sepse sa më shumë fuqizoj prokuroria. Kjo rrezikshme të kujdo shqiptari. Kjo është shumë rrezikshme, kjo ka këngu paranojë. Aq më e rrezikshme shndërrohet në një moment të dytë dhe pastaj çon atë që është
përfshirja në politikë. Historia ka treguar. Kjo duhet pa. Shpresoj shumë që të mos kemi një përsëritje të historisë Italisë. Ne kemi ndërtuar dhe shpresojmë që të kemi një sistem drejtësie i cili të shërbej drejtësisë. Nëse një ditë caktuar një individ prej tyre vendos që të kalojnë politikë, sepse s'do të merret më, është si të gjithë ata që s'duan të bëjnë me profesionet e tyre dhe mendojnë që janë më të vlefshëm në politikë, janë të gjithë të lirë që ta bëjnë të zgjedhje, po jo ta përdorim drejtësinë për të kualifikuar në politikë. Nuk dëshiroja që të ishte kështu, sepse kjo gjë në këndvështrimin tim nuk do të prodhonte një gjë të mirë, sikurse kemi parë që në momentet që cili do prej këtyre juristëve apo gjyqtarëve apo prokurorëve ka kaluar dhe ka hyrë në sistemin tjetër që nuk ka qenë i tij, nuk është se ka ty ka provuar. Nëse kemi lexuar çka ëndra kanë në zyrtar ata. Po nuk ka shkëlqyer. Praktikat e hetimit, sepse ne kemi parë këtë drejtësinë e re vetëm SPAK dhe GKO, por nuk shkojmë më tutje që faktikisht drejtësia e re janë edhe prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe gjykatat rajonale. Problemi është që pas miratimit të paketës së reformës në drejtësi, me implementimin e strukturave është parë se paketa ka disa anomali, disa boshllëqe, nuk ka të zgjidhur perspektive në prokurorëve të SPAK-ut apo gjyqtarëve të GKO-s, dhe politika nuk është pajtuar të ketë një vullnet të përbashkët për t'i korrigjuar këto problematika që kanë sjellë për SPAK-un dhe organet e reja të drejtësisë. Dhe kjo në fakt nxjerr në pa familjet politike të kapura ose të inkriminuara. Dhe jo pa qëllim, unë e thash paras nuk pata tendenca as për të majtët as për të djathët, dhe kur e kam fjalën për të familjet e inkriminuar, familjet politike, unë i kam parasysh edhe prononcimin e të djathëve, që e konsiderojnë SPAK-u një organizat kriminale, dhe unë nuk do të pronoja kur as si oficer i lartë i policisë, dhe as si jurist. E ke fjalën për Berishën? Po për Berishën? E ka thënë organizat? Jo, e ka thënë Berisha, e ka thënë sekretari përgjithshëm Flamur Noka, e ka thënë disa eksponent të Partisë Demokratike. Unë ndjej keqardhje kur kolegëve, ose nëse tingëllon keq fjala kolegëve, njerëzve me të cilën kemi bashkëpunuar një jetë në punën, se policia punën me prokurorinë e ka pas, këto prokurorë që janë prokurorë SPAK-u ka qenë krye prokurorë ose prokurorë të jurisdiksionit përgjithshëm në për rajonet ku unë kam drejtuar policinë, dhe kemi patur një bashkëpunim të shkëlqyshëm. Këto nuk u bën prokurorë të këqij, këto duhet kemi parasysh një diçka. Të gjithë prokurorët e kanë pranuar vettingimin. Politikanët nuk e kanë pranuar vettingimin. Më të ndershëm janë prokurorët se politika. Pastaj kam parasysh dy momente. Të lutem, kam parasysh 3 momente. Nuk e pranua. Nuk e pranua se me shpirt asis pranon që të dali nga puna. Me thënë drejtën, qa janë shtëpiat bukra, qa janë vidat bukra, makinat shtrejta, ka thonë kjo e këte ka kjo prokuror, kjo e ka kjo gjykatës, edhe se përaponi kështu se... Jo, unë dua që ata tjenë ëngjë mbrojtës të shqiptarëve, po... Shiko, nuk e pranuan, u detyruan premçi, po ta themi dhe këtë pjesën avon. Po pritni mos të e pranuan, nuk e pranuan, ishte detyrim. Nuk e pranuan. Dëgjoj sot post factum ata që janë shkarkuar nga vettingu se si klasen. Janë gjithë pafajshëm gjithë gjë. Organet e vettingut nuk i kishte mbartësi SPAK-u. Ata mund t'i qonin drejt flijimit ose drejt gradimit. Pra, po parlamenti e ka patur këtë. Unë kam 3 momente shumë interesante të pozicionimit, sepse opozita mund të bëj, mund të kërcënoj, mund të akuzoj SPAK-un në forma nga më të ndryshmet. Sepse opozita këtë qëllim ka. Në çdo moment, lutëm, për ta sulmuar. Kurse, të lutëm, prononcimi, të lutëm, zotri, prononcimi i kryeministit të Shqipërisë. Të lutëm, zotri, të lutëm. Po ke ndjuar ndonjë vend që kryeministri i një vendi ti thot SPAK-ut godit dhe djatha se boll ke godit majtas? Po atë e them dhe unë, se segmentet ndryshme SPAK-ut po bëjnë politikë, ata thonë. Pse pra pse ma thuj ti? Se këto djatha s'kan vrasje, edhe nuk po i godet njeri. E dyta. Edhe po i lidh ato. E dyta. Ai është viktimizimi i përdorur. Mos harrojmë që kryeministri aty u viktimizua. Në kërkesën që bëri. Kur arrestua Veliaj, po kryeministri i Shqipërisë tha, investuam për të ngritur një drejtësi evropiane dhe pas kemi ngritur një drejtësi ruse. Emocionale. Dhe
dhe emocionale kjo. Ajo ishte totalisht emocionale. Ti intereson ty. Jo, unë po them se si u lexua, si do të rosh mbrapa. Po protesta e organizuar nga administrata shtetërore dhe bashkisë me punojnës policie, me punojnës ushtrie, me datën 12 shkurt kur arrestua Velia. Edhe kjo emocionale? Jo, kjo ishte... A ka ndodhur ndonjë vend botës që shteti dhe qeveria të organizoj protest kur ndër organeve drejtësisë? Ishte protest. Ajo ishte për të mbledhur radhën e drejta. Të lutëm zoti, Demalia, a ju blokua rruga mikrobusi që të po transportonte Veliajn për tek... Të flasin një profesor si majorancës pak, një sekundë. Sido që tjetë, a ishte një veprim që nuk duheshe kryer, pavarësisht faktit që nuk ishte asnjëra nga këto që tha zotëria, pra nuk ishte as protest, as për të penguar rrugën, as për të... Po u bloku rruga. Ishte një veprim emocional i njerëzve të cilët dëshironin të përshëndesnin dhe ishin aty për të përshëndetur apo për të mbështetur. Ato i hodhen kartona. Për të mbështetur. Hodhen kartona mbi personin i cili ishte i ndaluar në atë kohë. Se gjitha veprimet nga emocionet i bërë ju, se e cila kishte çështje emocionale. Po jemi çik me ndjenjë kështu shpirtërore të forteve brenda, nuk jemi thjesht kështu si drunjë, apo si huj. Kemi çik botë të brendshme. Po përtej kësaj, joja sepse e kam dëgjuar shpesh herë që zoti Basha artikulon këtë punën e vettingut në politikë dhe nuk është një gjë e re, ka paraqitur edhe një amendament në Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me vettingun dhe shumë njerëz nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë kjo gjëja dhe pse e bëjnë gjyqtarët apo e bën sistemi i drejtësisë dhe nuk e bën politika. Kemi parasysh në sistemin e drejtësisë vettingu është bërë në 3 kolona, në 3 shtylla. Njëra është hetimi i pasurisë, pra kontrolli i pasurisë. Politikanët e bëjnë, e deklarojnë, ka një institucion të veçantë që quhet LDKPI-a, e cila e kontrollon politikanët në deklarimin e tyre të pasurisë. Ka një shtyllë tjetër e cila është figura. Është politikani del përballë njerëzve dhe kërkon vota. Më mirë se sa qytetari të ta bëj. Jo, nuk jam as pro as kundër, është një nonsens, nuk ka vlerë, nuk ka si ta mbështetësh, nuk ka logjikë, pse po e them. E para sepse shtylla e parë e kontrollit të pasurisë bëhet nga politikanë. Është e bërë. Që merr ujë nga Gjitano. Si kjo ka marrë ujë. Kjo merr ujë, ajo merr ujë. Ajo është që bëhet. Ka dalë Nëse më lejon LDKP-ja vërtet e bën. Pse merr ujë, po jo se nuk bëhet. Për sa i përket figurës, tash neve dalim në publik edhe kërkojmë vota duke vendosur fytyrën tonë përballë njerëzve dhe na i bëjnë ata skanerin. Për sa i përket faktit të takimeve të papërshtatshme, apo kontakteve të papërshtatshme, që deputeti nuk kontrollon dot se me këtë takohet apo me këtë takohet. Edhe mund të qëlloj që të ketë një fotografi diku. Pse? Sepse nuk e lidhin interesat të caktuara, siç mund të lidhin një gjyqtar apo një prokuror, apo një prokuror me ajo që është më e rëndësishme nga të gjitha, trupën e prokurorëve apo gjyqtarëve e vetuan po ata vetë. Ne kush do na vetoj juve? Kush do na vetoj neve ju? Kush do ta ndërtoj këtë trupën? Nga gjitha partitë. Spaku. Spaku nuk është të vetues. Spaku është organi i drejtësisë. Që më duhet se bëri një pyetje. Jo bani një pyetje shumë fort. Jo. Kush do na vetoj ne para politikanëve? Ata të tregoj unë. Grupi i deputetëve të Durrësit. Okej, dakor. Ata janë më të pasur. Po juve kush do ju vetoj? Grupi